ka qujtë? Deklarat shumë e vend. Shumë, do më thonë edhe unë pajtojnë. Edhe kjo. Deklarat shumë e vend e mimozës. Vërtet, sepse Serbia vazhdimisht e kërkon asociacionin e vitit 2013 dhe 2015, edhe si marrëveshje të tilla ja kanë zonë lakun në fyt shtetit Kosovës, proceseve për shumë kohë, kështu që është shumë e vërtet pajtojnë plotësisht. Ajo e orit, apo? Është proces, nuk është shumë e lehtë. Kur ka pasoja shumë tronda politike, nuk është shumë e lehtë. Nuk është shumë e lehtë. Fillonin një luftë tre, çfarë do? Prandaj më e lehtë është me bë prezerës se ku jemi minus. Bënë luftën prapë. Lirim. Nëse kanë bë bënë luftën prapë. Ato procese, ato marrëveshje, Kosovën e kanë vendosur në desavantazh. Guximin e keni, tash kemi ushtri, rregull, kemi polici. E kanë vendosur në desavantazh. Tash nuk jemi 0-0. Jemi në minus edhe duhet të shkojmë përpara. Jo, është e vërtetë. Është e vërteta. Çato marrëveshje e kanë bengu Kosovën. Në 100% është e marrëveshjet më të këqija që e kanë bengu Kosovën prej vitit 2015 të tutje. Po nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Prandaj ka ardhur bengu në shtet. Prandaj ka ardhur pushtet. Ty të bojnë atë mos proces është luftë bënë. Kështu. Kush kënal? I keni mbledh luftë politike, po, patjetër. 250.000 nënshkrime bashkë me OK-n, bashkë me Nismën. Apo i kujtohet? Mos më thuj i keni mbledh, se i ka mbledh partitë në fillë. Jam të e po Albin Kurtin mes ty, teje, edhe në Mabajs. Jam të e po Albin Kurtin. Kështu. Po thuaj që bona antar më kryeministër. I kanë mbledh me i shfuqizu peticion, me i shfuqizu që to marrëveshje. Po. I kanë pas 80 vota për me bot Vjosën presidente. 80 vota e duhen për me i shfuqizu. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Sepse duhen votat 2/3 edhe minoriteteve, zotëri Ermal Panduri. Duhen ndrohet kushtetuta. Ata kanë mujtë një shtetë Jugoslavin, rënë 3 shoqërorës atë një. Ndryshoje, bashko me Shqipnin, me Luginën, qa po pritni? Kanë pe pritni? Kanë luftu gjatë me juve? Kanë Qëndrimi lidhjes demokratike të Kosovës, Ylli. Qëre, une veç po du mu nis me që ka ndosë. Do më dhe sot ka pas takimi parë që është i parashikueshëm me ligj dhe me kushtetut, ka ndodhë. Do më në pjesa e diskutimit mbi deklaratat është mbi diskursin, mbi retorikën, po që ka pas me ndodhë institucionalisht, sot ka pas sukses, është majt një takim, që e ka thirë Glaukoniu, se akon para kusht i mbledhjes konstituive të kuvendit, që matë me 15. Dhe menoj që kjo është pjesa e mire e muabi. Pjesa e